Në një ceremoni solemne të mbajtur në rezidencën presidenciale në Jeruzalem, kryeministri Edi Rama u nderua me medaljen presidenciale të nderit nga presidenti i Izraelit Isaac Herzog. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se ky ishte një nder i jashtëzakonshëm për të, teksa shtoi se Shqipëria është për zgjidhjen mes dy shteteve. Ai theksoi se Hamasi nuk është lëvizje rezistence, por janë nazist e shekullit të ri. Siç e kam thënë më parë, dua të përsëris dhe tani, Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes mes dy shteteve, por në kundërvështrimin tim e në kundërvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin, aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë. Hamasi nuk është lëvizje rezistence, Hamasi janë nazistë të shekullit të ri. Historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Mëtej, Rama vuri theksin tek legjislacioni që kanë miratuar kundër antisemitizmit. Shqipëria është një vend me shumicë muslimane, por kjo ishte një nga arsyet pse nazistët nuk mundën të mbërrinin tek hebrejt, sepse muslimanët ishin buroja e tyre më e fortë. Në përpjekje për të ndërtuar mbi këtë histori, ne bëjmë gjithçka mundemi që të ngrejmë zërin kundër antisemitizmit. Ne kemi miratuar të gjithë legjislacionin kundër antisemitizmit dhe kemi promovuar mësimin mbi Holokaustin hebre, duke integruar atë në kurrikulën ton shkollore, sepse është bindja jon e palëkundur që kjo s'ka të bëjë me hebrejt, kjo ka të bëjë me humanizmin ton. Presidenti Herzog vlerësoi mëtej trashëgiminë shqiptare dhe kodin e besës, duke e cilësuar ato si simbol të nderit dhe kurajos gjatë Holokaustit. Dua të përgëzoj të gjithë ata që jam lidhur këtu për çuarjen përpara mëtej të bashkëpunimit midis kombeve tona në mënyrë kaq të rëndësishme. Sigurisht vizioni i partneritetit dhe miqësisë son shkon përtej vetëm dy kombeve. Ai mëshiron modelin e partneritetit midis etnive, besimit fetar, e jap se kemi me ne sot udhëheqës kaq të rëndësishëm fetar, të cilët mund të ndihmojnë ta transformojnë mesdheun lindor nga një rajon konflikti në një korridor bashkëpunimi e ndërlidhjeje, në një model tolerance, paqeje për lindjen e mesme, Europën e deri në Indi, e mëtej në lindjen e largët, në Azinë juglindore e përtej. Rama vizitoi Izraelin për një qendrim 2 ditor ku është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me qendrën spitalore universitare Sheba Medical Center në Tel Aviv.